Përshëndetje, mirë të gjithëve. Po fillojmë intervistën e zakonshme, në fakt është pak si jashtëzakonshme se do të flasim për finalen e Superkupës midis Egnatias dhe Dinamos. Egnatia fituese e titullit si Tabisnet Superiores, suksesi 2 të radha si nga trajneri Tetova me djemtë të tij dhe ndeshjet me Dinamon, e cila është një skuadër në formë, një kundërshtar i idej, dhe natyrisht kemi vazhduar shërbitjen për më shumë kemi profesor Tetova gati për pyetje. Bravo. Profesor, nesër luani finalen e Superkupës. Si e përshkruani gjendjen e skuadrës dhe përgatitjen për këtë ndeshje vendimtare? Sigurisht që është një event ku deshen dy skuadrat më të mira, momentalisht fituesi i kupës dhe fituesi i kampionatit. Sigurisht vim në këtë ndeshje jemi të plot. Skuadra është përgatitur mirë për kësaj periudhe për këtë ndeshje dhe presim nesër pastaj që të shihet. Egnatia vjen si fituesja e trofeut sezonin e kaluar. A është kjo më shumë përgjegjësi apo avantazh psikologjik? Atëherë mendoj që asnjëra nga të dyja, sepse kjo është një kupë më vete, është një përmbledhse po themi. Sigurisht që neve kemi marrë masat tona, por mendoj më tepër tek ajo loja e bukur dhe e sigurt është që një ekip do fitojë. Përballë keni Dinamon, një skuadër në formë dhe me identitet të qartë. Ku mendoni se do të vendoset fituesi i finales? Unë shpresoj që të vendoset brenda 90 minutësh, sepse realisht të dy skuadrat, siç e thatë dhe ju dhe Dinamo që ka një formë të mirë, kanë bërë një gjysmë kampionati të mirë dhe këtë shpresojmë ta luajmë dhe nesër. Ballafaqimi juaj me Ilir Dajon konsiderohet si duel trajnerësh me përvojë. Çfarë bën këtë përballje të veçantë? Me përvojë, më thonjza do të themi sepse Daja ka qenë dhe trajneri im, sigurisht që ka përvojë më shumë se unë. Normalisht unë shumë pak vite kam në superiore, por kjo s'do të thotë asgjë. Mendoj që dueli i dy skuadrave do të jetë midis asajt që lojtarët do të shprehin fushë, sigurisht me ide tona. Finalja zhvillohet në Air Albania. Sa ndikon ky stadium në menaxhimin e emocioneve dhe qasjen taktike? Atëherë luhet tek një nga stadiumet më të bukura po themi në Europë, që kemi fatin neve ta kemi këtu në Tiranë. Shpresoj që ashtu siç është stadiumi aq i bukur, ashtu të jetë dhe dueli nesër. Sa e rëndësishme është për ju që Egnatia të ruajë identitetin dhe vulën e saj të lojës edhe në një finale ku rezultati është vendimtar? Atëherë, për pjesën e ruajtjes, do të thoja, është po themi një përgjegjësi në thonjza, por më tepër është tek loja e luajtur, aty ku unë kam pikat, pse jo që të kënaqim njerëzit, shpresoj që edhe Dinamo do të jetë tillë. Në prag të finales, cili është mesazhi juaj për lojtarët dhe tifozët e Egnatias? Atëherë, lojtarët i kanë të qarta se ne çfarë duhet të bëjmë nesër, kurse për sa i përket tifozëve, sigurisht që ekipi ka nevojë për ta. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit.